Vjo më tej me informacione nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shefi i patrullës kombëtare Tom Homan ka konfirmuar se Donald Trump ka aprovuar kërkesën për përfundimin e misionit të agjentëve ICE në shtetin e Minnesota. Do të qëndrojë edhe për pak kohë në Minnesota për mbikëqyrur tërheqjen graduale të forcave dhe për të siguruar që procesi të zhvillohet me sukses, deklaroi Homan gjatë konferencës për shtyp. Sipas tij, Minnesota është bërë tashmë një shtet i cili nuk është streha e madhe e emigrantëve pa dokumenta, pasi autoritetet lokale kanë rritur bashkëpunimin me agjentët ICE. Operacioni i njohur si Metro Search përfshiu vendosjen e më shumë se 2000 agjentëve ICE në qytetin e Minneapolis dhe rrethinave të tij, duke u konsideruar si një aksion nga aksionet më të mëdha të këtij lloji brenda territorit amerikan. Vendimi për t'i dhënë fund operacionit vjen pas polemikave të forta publike, sidomos pasi 2 shtetës amerikan u vranë nga agjentët ICE gjatë ndërhyrjeve në kuadër të këtij operacioni. Këto raste kanë nxitur protesta dhe kritika nga autoritetet lokale dhe organizatat për të drejtat e njerëzit. Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës rrëzoi tarifat e Trump për mallrat kanadeze. Me 210 vota pro, 6 ligjvënës republikanë u bashkuan demokratëve për të mbështetur një rezolutë që kërkon të jap fund tarifave që presidenti vendosi ndaj Kanadas vitin e kaluar. Por rezoluta do të miratohet më pas nga Senati dhe vetë Donald Trump. Ky i fundit paralajmëroi republikanët që votuan pro se do të përballen me pasoja serioze në kohën e zgjedhjeve. Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara ka votuar për anulimin e tarifave të presidentit Donald Trump ndaj mallrave kanadeze. Me një votim 219 pro dhe 211 kundër, 6 ligjvënës republikan ju bashkuan demokratëve për të mbështetur një rezolutë që kërkon të jap fund tarifave që Trump i vendosi fqinjit verior vitin e kaluar. Vota është kryesisht simbolike, pasi do të duhet të miratohet nga Senati dhe më pas nga Trump, i cili ka pak gjasa ta nënshkruajë atë për ta bërë ligj. Që nga rizgjedhja e tij, Donald Trump ka vendosur një sër tarifash ndaj Kanadas, duke kërcënuar së fundmi një taks 100% të importit në përgjigje të marrëveshjes tregtare të propozuara të Kanadas me Kinën. Teksa mbahej votimi, Trump tha në një postim në rrjetet sociale se çdo republikan që voton kundër tarifave do të vuajë seriozisht pasojat në kohën e zgjedhjeve. Kryetari i Dhomës së Përfaqësuesve, Mike Johnson, u përpoq të parandalonte një votim, por strategjia e tij dështoi dhe disa republikanë dolën nga radhët e u bashkuan me demokratët në favor të rezolutës. Projekti ligji tani shkon në Senatin Amerikan, ku republikanët mbajnë shumicën, por edhe nëse e kalon këtë pengesë, nuk ka gjasa të miratohet si ligj. Tarifat e Trump po përballen gjithashtu me shqyrtimin ligjor, pasi Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara pritet të vendosë shpejti për një çështje që vën në pikpyetje autoritetin ligjor të presidentit për të vendosur taksat. Donald Trump mund të jetë bërë shkak i një tragjedie familjare. Një 23 vjeçare u vran nga babai i saj pas një debati mbi presidentin amerikan. Burri e qelloi vajzën e tij në krahëror me armë zjarri. Policia në Mbretërinë e Bashkuar ka nisur hetimet në lidhje me këtë ngjarje. Një 23 vjeçare britanike u vran nga babai i saj pas një debati mbi presidentin amerikan Donald Trump. Ngjarja ndodhi më 10 janar 2025 në Prosper të Dallas, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, teksa vajza Lucy Harrison po vizitonte babain e saj Chris, së bashku me të dashurin për pushimet e vitit të ri, më tepër se një vit më parë. Chris Harrison, i cili u zhvendos në SBA kur Lucy ishte fëmijë, po hetohet nga gjykata e mjekëve ligjor të Cheshire në Mbretërinë e Bashkuar. Hetimet deri më tani kanë nxjerrë përfundimin se Harrison, një mbajtës i armëve të zjarrit, qelloi vajzën e tij 23 vjeçare në krahëror, pasi Lucy kritikoi deklaratat e presidentit amerikan, i cili u inaugurua vetëm 10 ditë pas ngjarjes tragjike. Lucy ishte kundër armbajtjes, pikë fort debati me babain e saj, i cili ishte rehabilituar më parë për varësinë ndaj alkoolit. Policia që u përgjigj telefonatës në ngjarje deklaroi se ndjeu erë alkooli në frymën e Chris në atë mbrëmje. Rrëfimi i fundit është bërë nga i dashuri i Lucyt, pasi babai Chris ka refuzuar të flasë në gjykatën britanike. Sipas hetimeve në SBA, arma u shkrep gabimisht mbi trupin e Lucy dhe Chris nuk u padit për pasojë. Mirëpo rrëfimi i Sam Litter tashmë ka ngritur pikpyetje mbi atë që ndodhi mbi një vit më parë. Në një deklaratë të lëshuar nga avokatët e tij, Chris Harrison tha se i pranonte plotësisht pasojat e veprimeve të tij dhe ndjen peshën asaj humbjeje që do ta mbajë gjithë jetën me vete. Jane Coates, nëna e Lucy dhe ish bashkëshortja e Chris, dha një deklaratë emocionale mbi të bien, duke përshkruar si një vajzë me ndërgjegje që debatonte për tematikat me rëndësi për të. Hetimet vijojnë në Mbretërinë e Bashkuar.